gjatë qeverisjes kemi pasur kriza të një pas njëshme e aq shumë situatat jashtëzakonshme. Dhe as vetëm 2 vite nuk i kishim në kushte normale. E me gjithë këtë, rezultatet janë të jashtëzakonshme. Tani imagjinoni se çfarë mund bëjmë me 4 vite pa kriza, me stabilitet, me planifikim dhe fokus të plot në zhvillim. E kemi të i kaluar suksesshëm pandemi, e kemi të i kaluar suksesshëm krizën energjetike, e kemi të i kaluar suksesshëm edhe krizën e inflacionit, e kemi të i kaluar suksesshëm edhe sulmet e agresionet terroriste të Serbisë, dhe kjo ka qenë shumica e mandatit. E me një mandat ku nuk i kemi këto kriza, a mund të merrni me mend se çfarë krizme bën qeverisja jone more dhe mirë, me siguri edhe me